Në pamje të parë, OPEC duket si një klub i mbyllur i vendeve prodhuese të naftës që vendosin vetë fatin e tregut global. Por realiteti është më kompleks. Fuqia e këtij karteli nuk ekziston në vakum. Ajo ndërvepron vazhdimisht me aktorë të jashtëm që, ndonse nuk janë pjesë e tij, ndikojnë drejt për drejt në drejtimin e politikave energjetike. Dy prej këtyre aktorëve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, me role të ndryshme, por jo të parëndësishme. Roli i Shobaz është i drejt për drejt, i prekshëm dhe shpesh vendimtar, si një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, veçanërisht pas revolucionit të naftës shale. Shobaz ka krijuar një realitet të ri, një fuqi energjetike që nuk i bindet kuotave të OPEC-ut dhe që mund të reagojë shpejt ndaj luhatjeve të çmimeve. E çka është revolucioni i naftës shale? Shprehja revolucioni i naftës shale nuk i referohet thjesht një përparimi teknologjik në industrinë e energjisë, por një ndryshim strukturor me pasoja të thella ekonomike dhe gjeopolitike në shkallë globale. Ky transformim nisi në Shtetet e Bashkuara në fund viteve 2000 dhe u konsolidua gjatë dekadës pasuese, duke ndryshuar mënyrën se si prodhohet, tregtohet dhe shpërndahet nafta dhe gazi natyror në botë. Në thelb të këtij revolucioni qëndronin dy teknologji kyçe: frakturimi hidraulik dhe shpimi horizontal. Këto metoda bën të mundur nxjerrjen e hidrokarbureve nga formacionet shkëmbore argjilore, të cilat më parë konsideroheshin ekonomikisht të papërdorshme për shkak të kostove të larta dhe kompleksitetit teknik. Me këto inovacione, burime të mëdha energjie që më parë ishin të paarritshme, u kthyen në rezerva aktive prodhimi. Ky kapacitet e ka dobësuar ndjeshëm aftësinë e grupit për të kontrolluar tregun. Sa herë që OPEC-u përpiqet të ngrejë çmimet duke ulur prodhimin, prodhuesit amerikan kanë mundësinë të rrisin furnizimin dhe të neutralizojnë efektin. Por ndikimi amerikan nuk ndalet te prodhimi. Ai shtrihet në diplomaci, në marrëdhënie strategjike dhe në presion politik. Marrëdhënia me Arabinë Saudite është shembulli më i qartë. Për dekada, kjo lidhje ka qenë një nga shtyllat e stabilitetit energjetik global, siguri ushtarake në këmbim të një roli moderues në tregun e naftës. Kur çmimet rriten shumë dhe kërcënojnë ekonominë globale dhe veçanërisht ata amerikane, presioni mbi Riyadhin për të rritur prodhimin bëhet i dukshëm. Në këtë kuptim, Shobaja nuk është pjesë e OPEC-ut, por shpesh sillet si një aktor që ndikon në drejtimin e tij. Ndryshe është rasti i Izraelit. Roli i tij nuk është ekonomik në kuptimin klasik të tregut të naftës. Izraeli nuk është një eksportues i madh nafte dhe nuk ka ndikim të drejtë për drejtë në kuotat apo vendimet e prodhimit, por ndikimi i tij është gjeopolitik dhe në lindjen e mesme, gjeopolitika shpesh ka po aq pesh sa ekonomia. Tensionet e vazhdueshme me aktorë rajonal si Irani, përplasjet indirekte dhe rreziku i përshkallëzimit ushtarak krijojnë një ambient pasigurie që reflektohet menjëherë në tregjet e energjisë. Çdo krizë në rajon, çdo kërcënim ndaj rrugëve strategjike si ngushtisja e Hormuzit, përkthehet në çmime më të larta dhe në panik tregu. Në këtë mënyrë, Izraeli ndikon jo duke prodhuar naftë, por duke qenë pjesë e një arkitekture tensioni që formoson perceptimin global të rrezikut. Në fund, duhet kuptuar një vërtet themelore. OPEC nuk funksionon i izoluar. Ai është pjesë e një sistemi më të madh ku energjia, politika dhe siguria janë të ndërthurur angusht. Shobaja sfidon dhe balancon atë nga jashtë përmes fuqisë së saj ekonomike dhe ushtarake. Izraeli nga ana tjetër ndikon në mënyrë më të tërthartë përmes dinamikave të konfliktit dhe aleancave rajonale. Kjo do të thotë se tregu global i naftës nuk përcaktohet vetëm nga fuqitë e prodhuara apo nga vendimet në sallat e OPEC-ut. Ai përcaktohet edhe nga marrëdhëniet e pushtetit, nga tensionet dhe nga kalkulime strategjike të aktorëve që, edhe pse nuk janë në tryez, janë gjithmonë në lojë. Dhe pikërisht kjo e bën këtë treg një nga më të ndërlikuarit dhe më të paparashikueshmit në botë.